Ta përngjajke ora 9 e mëngjesit, përngjajke si kërkohën e pandemisë, që kishte vetëm aty këtu ndonjë makinë. Pse se shumica e njerëzve shkojnë prej vendeve kanar këtu, edhe prapë ndjehet atmosfera më shumë në përfshata apo në për komuna që janë më të vogla. Megjithëse kjo nuk duhet me pas dallim, duhet gjithmonë me u vizitu, me shku te njëri tjetrit, edhe është rasti nëse kemi, domethënë ftohet raporte unë ti. Tash çdo me gjetë një sebeb, një arsye që me hap derën njëri tjetrit, se ai Islami i vërtet, fetaria e vërtet, devotshmëria e vërtet tregohet me shku me vizitu ato që nuk të viziton ty. Me i fol ati që nuk flet ty, edhe me i dhonë nëse ka nevojë, me i dhonë ndihmë materiale apo ndihmë morale ati që nuk t'jep ty. Këtu tregohet e fetaria e vërtet. Jo ajo që shtet një pjesë e popullit. Unë e kam një qëndrim. Kur të marrë një vendim, unë jam burr, nuk i flas edhe nuk i flas. Jo, kjo nuk është as një tro burrni, as nuk është trimni, as nuk është devotshmëri. Kjo është ligësi. Besimtari duhet pendohet, duhet kthehet edhe duhet komunikoj me njëri tjetrin, sepse këtë popull edhe këtë vend e ka ruajtur çka uniteti edhe bashkimi i popullatës që kemi pas shumë të theksuar deri në vitet 2000, pastaj mas luftës hapja e dyreve apo hapja kufeve nga të katër anët, kultura, tradita të ndryshme. Tash runa zot ka njerëz edhe me vëllai nuk komunikon apo me motër, ka njëri që jeton në Prishtinë, po prindin e ka në qytet tjetër, ndoshta 3 muaj, 6 muaj nuk shkon me vizitue, apo nuk shkon me vizitue Axhen apo Hallën apo Tezën, dajën këta që janë rrethi më i ngushtë.